që po bëjmë pyetje në Facebook, lirisht le ta shfrytëzojnë rastin që bëjmë pyetje këtu. Që analistët po të bëjnë pyetje në Facebook? Duke që veç në rrjetin social në Facebook rrinë edhe veç këshyrin kur me komentu edhe që ka me bërë. A ju përgjigjesh, zonja Gjiu? Jo, se... Po besoj që e meritojnë pyetjet, e përgjigjen nëse pyetjet e tyre janë korrekte? Jo, se besoj që janë shumë tendencioze edhe shpesh ka fyrje. Fyrja është çështje tjetër, po pyetjet kanë drejtë. Nëse një analist që e qumë vetën analist, i thot një personi e marë, flasë kujdo qoftë, qytetarës Republikës Kosovës. Ajo është fyrje. Është shembull i keq dhe unë nuk menoj që njerëz të tillë kanë, si më thonë, duhet të gëzojnë të drejtën që unë me u marr me komente në rrjetet sociale. Jo, unë kam fjalën për shikuesit sepse ne jemi si emision i hapur edhe përpiqem që ti inkorporojë. Secili prej tyre mund të bëj pyetje dhe unë do të përgjigjem për atë sa di dhe mundem dhe për atë sa kam informacione. I keni numrat. Pra, kushtrim, të kthehemi prap. I kemi numrat. Të kthehemi tek situata e sotme. Kryesuesi i seancës konstituive i ka dërguar letër presidentes. Presidentja ka trajtuar vetëm një aspekt të çështjes që e ka ngritur kryesuesi i seancës, sepse letra në thelb e zotit Dehari kishte të bënte me kërkesën për sugjerime çka të bëjmë tutje duke pas parasysh që ndodhi një rast i papresident kuvendin e Republikës Kosovës. Ne kemi të qartë që përgjegjësia e presidentës është me thirr seancën konstituive. Madje thuhet që nëse se thret presidentja, kuvendi mblidhet vetë. Pra e ka edhe këtë mundësi. Por megjithatë, duke u përballë me një situatë të tillë, kryesuesi e ka vlerësuar që t'i drejtohemi presidentës. Dhe e ka dërguar letrën, presidentja ka kthyer letrën dhe aty përmendet aspekti i braktisjes tendencave për me bloku kuvendin. Gjithsesi ka kërkuar që të konstituohet nga gjithë palët që të kontribuojnë në konstituimin e kuvendit. Edhe unë besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të adresohet kjo letër në drejtim që të gjendet zgjidhja përpara që të mos bllokohet konstituimi i kuvendit. Çka nëse shtunë vazhdon situata e njëjtë? Dhe kryesuesi i seancës nuk mundet kryen vetë me thënë po e bëj këtë. Është shumë e rëndësishme në kushtrim që në seancën konstituive të mos ketë shkelje. Pse? Sepse çfarëdo shkelje që mund të ndodhë në seancën konstituive mund të përdoret si objekt pastaj në gjykatën kushtetuese. A mendoni që duhet të adresohet kjo çështje në gjykatën kushtetuese zonja Gjiu? Veç ta përmbyllë dhe vetëm që të mbesim qartësisht që dihet një lloj adrese në këtë fazë në gjykatë kushtetuese. Është presidentja edhe avokati i popullit. Mund ta bëjë një gjë të tillë. Në këtë drejtim, në të kaluarën ka pas raste kur presidentët e kaluar kanë pyetur gjykatën kushtetuese çka të ndodh, çka të veproj në këtë situatë. Ka pas raste kur ju ka përgjigj gjykata kushtetuese, tash ata thonë që ne kemi